Qeveria ka miratuar programin kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet publike, me qëllim trajnimin 3 mujor dhe më pas punësimin me kontrata 1 vjeçare të rinjve. Emigracioni i lartë dhe papunësia në radhët e të rinjve ka shtyrë Ministrin e Shtetit për Rinin dhe Fëmijët të bëjë këtë propozim që u miratua nga Këshilli i Ministrave. Qëllimi është përfshirja në një eksperiencë dhe integrimi të rinjve profesionist në administratën publike, qendrore dhe vendore. Programi parashikon 3 muaj trajnim dhe 1 vit punësim me kontratë. Praktika dhe viti kontratës do njihen edhe si vjetërsi pune. Çdo vit do trajnohen 600 të rinj të moshës 21 deri 29 vjeç dhe vetëm 250 prej tyre kualifikohen për punësim sipas klasifikimit nga institucionet përkatëse. Kriteret që duhet të plotësoj aplikanti për të bërë pjesë e këtij programi janë mosha 21 deri në 29 vjeç, të jetë diplomuar në ciklin e parë apo të dytë të studimeve, të mos ketë qenë pjesë e programit në thirrjet e mëparshme, të mos ketë qenë i punësuar në institucionet e administratës shtetërore në të shkuaran. Përzgjedhja e praktikantëve për efekt të punësimit përfshin deri në 200 praktikantë për institucionet e administratës shtetërore, 50 praktikantë për institucionet e tjera publike. Praktikanti për të punësuar për 1 vit duhet të ketë përmbyllur me sukses praktikën 3 mujore dhe programin e trajnimit pranë administratës, ndërsa përzgjedhja e tyre do të kryhet nga secili institucion pjesëmarrës bazuar në vlerësimin e performancës.